Zoti Beqa, tani gjithë janë rikthyer flasin për bombën atomike. Natyrisht sepse është gjë e rëndësishme. Sovraniteti apo edhe një mjet për kjo botë siç e njohim është pjesërisht e tillë për shkak të deterrencës nukleare. Pra ka patur një transformim të madh të sjelljes politike të shteteve që mbas prodhimit të bombës bërthamore, pra mbas luftës së dytë botërore. Dhe kjo normalisht që ka krijuar një lloj dekurajimi tek fuqitë e mëdha që të mos hynë në luftë me njëra tjetrën në mënyrë të drejtë për drejtë. Dhe ne deri tani spaku nuk kemi parë një luftë ku fuqitë e mëdha botërore të angazhohen me njëra tjetrën, dhe kryesisht kjo për shkak të armëve nukleare dhe kapacitetit të tyre shkatërrues. Dhe kjo krijon një lloj sigurie për paqen në botë. Pra, gjëja më shkatërrimtare e mundshme është shërbëtori më i mirë i paqes në botë. Mirë po, problemi është që armët bërthamore mund të bëhen, përdorimi i tyre mund bëhet edhe i paparashikueshëm, dhe nëse kalojmë në situata paparashikueshmërie, atëherë implikimet mbi botën janë katastrofike. Por besoj që ne kemi patur sinjale të mira edhe nga presidenti Trump, edhe nga presidenti Putin në fakt, që të dyja vendet janë fuqitë më të mëdha nukleare të botës dhe kanë mbushjet, numrin më të madh të mbushjeve nukleare të botës. Edhe ka patur sinjale nga presidenti Trump për të negociuar me Rusinë për të reduktuar numrin e këtyre mbushjeve bërthamore, çka është një lëvizje pozitive. Një. Zdyti, ne kemi edhe një lëvizje brenda Europës për të fituar një lloj autonomie edhe në fushën e deterrencës nukleare. Europa mbrohet nga ombrella amerikane nukleare, siç ju e dini. Dhe nuk ka pavarësisht se Franca dhe Anglia janë vende zotruese të armëve nukleare, nuk kanë kapacitetet për të mbrojtur në rast të një sulmi nga Rusia. Në këtë pikpamje, vendet europiane po shohin alternativa për të zgjeruar këtë ombrellë nukleare të Francës dhe Britanisë së Madhe, duke përfshirë edhe vende të tjera të Bashkimit Evropian që mund të në të ardhmen, se natyrisht kjo kërkon një kohë të gjatë, në të ardhmen të mund të shërbejnë si një alternativë për mburojtjen strategjike të Shtetit Bashkuar të Amerikës.